Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 2 maj 2025. Dashi. Jeni nervoz dhe grindavec, por gjithsesi do arrini të gjeni çelësin e problemin. Nuk ju pëlqen të refuzoni një ftesë të krijuar prej kohësh në shtëpinë e miqve të mirë. Demi. Mos mendo për të kaluarën, mendo për të ardhmen. Organizoni një darkë intime për të rizbuluar mundësinë për të folur me zemër të hapur me ata që u shpëtojnë mendimeve ose kërkesave tuaja. Binjakët. Në dashuri, diçka nuk është në rregull, edhe mund të ndiheni kundër dikujt, pak të kuptuar. Një ndryshim pune, një zhvendosje së shpejti mund të shqetësojë shtëpinë ose zyrën. Gaforja. Dita si protagoniste dhe mbi të gjitha fituese. Ka ardhur koha që çifte e gjata të bëjnë zgjedhje për jetën, takime të reja të preferuara. Luani. Ata që thjesht nuk mund të qëndrojnë më një person mund të kenë dërguar tashmë në atë vend. Nuk e përjashtoj një shtytje dhe tërheqje nëse keni të bëni me shenja si peshqit dhe virgjëresha. Virgjëresha. Është mirë të forconi lidhjet që janë të vlefshme dhe të bëni premtime me personin e gjithmonë. Ata që kanë një punë në internet mund të fitojnë më shumë. Peshorja. Mundohuni të shmangni për plasjet edhe në dashuri, nuk ndiheni në gjendje të kuptoni dhe kuptoni. Për probleme teknike, nëse është e nevojshme, do të jetë mirë të kërkoni ndihmë nga konsulent të kualifikuar. Akrepi. Perspektiva interesante përpara. Një mbrëmje ideale për puthje dhe shpjegime, edhe nëse ka nga ata që u shpëtojnë kërkesave tuaja. Shigjetari. Ju keni një horoskop më intrigues dhe të mirë. Situata mjaft të favorshme për ata që kanë një punë punonjës, investime të ardhshme. Briqapi. Mund të themi se në nivelin e kokës, e juaja është një nga shenjat më të forta. Ditë e mirë për të gjetur një farë bashkëpunimi dhe edhe më shumë emocione. Ujori. Diskutimet me një institucion, një marrëveshje që keni bërë pak kohë më parë nuk duket më e rinovueshme dhe ju mendoni se jeni mashtruar. Tensioni juaj nervor është sigurisht i lartë dhe nuk duhet të mendojmë se janë të tjerët ata që sigurojnë lumturinë tuaj, këtë duhet kërkuar tek ne. Peshqit. Por çështjet e biznesit dhe ato ekonomike mund të sjellin një farë ankthi. Dashuria të kërkon diçka më shumë ose po kërkon konfirmim. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.